E dini ku ka fjet khalifja muslimanëve kur janë kanë musliman mirë? Khalifja muslimanëve ka fjet në hijet hurmës. Omeri ka fjet në hijet hurmës. Kur ka ardhur delegacioni pe Persisë, pe persianëve, në delegacion i shtetit Persisë asaj kohe, me u taku me Omerin, edhe njerëzit thonë që kjo është khalifja muslimanëve. Ata kanë ardhur armatos të erujt khalifën e vet, edhe me ato farë shtizat prej ardhe kështu me radhë. Omeri në hijet të hurmëve, një perandorit madhe islame ka dhënë Omeri. Një tretën e botës, ta asaj kohe po flas. Thot ai delegacionit persianëve, thot, ju jeni të bajgare me neve. S'mund me kanë kjo dhe si muslimanëve, qysh flen kjo me disudhës? Pse se vrasin njerëzit? Tha me kanë të nanë Persina vrajnë. Njani tha nuk të vranë, tha në qovë se i drejtë. Ne nuk i vrasmi ata që silën drejt me neve. Edhe u qohë Omeri, tha qka kini ju bura? Tha kinarë me bisedu. Qka me bisedu? Tha po para se me folë, por qa kemi ardhë është të si të rjegat kjo? Thot kalzom qysh ke marë gudzim ti. Thot me fjet në rhijet hurmës, pa roje, pa ku gjojq. Qka i tha Omeri? Ja shpalaj krajnë Omeri, edhe i pa këtë trupin qivit. Omeri, tha po mi shedhi jetë me trup? Tha po, ta natën ta nuk flej, me shpinjën e baj bukun ja qaj muslimanë në përshpija. Edhe pse mu dhërë si muslimanëve i 23 shteteve islame. Kjo është drejtësia të ndëruar vëllezër. Këto njerëz i mungojnë, jo vetëm islamit, po i mungojnë botës në përgjithësi. Dhe kështrohet pyetja kush i krijoi këto njerëz, edhe kush i formoi këto njerëz këtë formë, me kanë kaq ndërgjetshëm dhe pasurisë njerëzve. Veshti element i ka formu islami, edhe janë formu nga friga e ditë të gjykimit. Sepse njetën e kësaj bote i rirë ban shka dush, por mos haro se një ditë ki me dalë para Allahu Dhul Gjelal, dhe me të gjithë ata që e taku njetën e kësaj bote, ke me u llogarit para Allahu Dhul Gjelal. Në qofë se ti e ka një drejt me ta, ka më të shpëtu drejtësia jote dhe mëshira Allahu të Zogjel. Në qofë se ke pas të kundërtën, e ke shkatru vetë vetën tane me gjunat tua. Pra të ndëruar vëllezër, edhe një ngjarje të vogël sa i përket kësaj, sepse të çështje janë të nevojshme me diskutu. Omeri i dytë, Omer ibn Abdulaziz, ka qenë këshilltar i 3 khalife. Këshilltar i 3 khalife. E ka këshillu Abdul Melik bin Marwanin, pastaj ka këshillu Walid bin Abdul Melikin, edhe Suleiman bin Abdul Melik. 3 kulefa i ka këshillu kjo Omeri. Edhe i 4 u bën vetë khalife pa dashur, është i sëri e gallë. Kur i vjen momenti më bë khalife ky, edhe e shtin atë farë dhomën e presidentit. Edhe i thonë, ullu tash në karrikën e khalifës. E di çka bën Omeri? Wallahi thot nuk ulna për jetë, sepse karrika ka qenë e pit me ari. Wallahi thot Omeri s'ullet kur në karrikë. Kur stolis me parat muslimanëve dhe me njerëzve, Omeri s'ullet karrikë. Thot merre karrikën, edhe qëtë në treg në ta blen dikush, e parat e asajna, thot jep në fukarave. Njani tha i khalife, tha po janë ullë para teje 3 khalife ndryshme. Çka tha Omeri? Tha të 3 janë ullë, ama as njani se ka marrë me veti. E kalon këtë botë, a pasojat e kësaj është i vujt nesër për Allahu të Gjellë.